si ka bën VAR-i? Unë kam thënë pak në mënyrë kështu edhe që VAR-i tani dy atje që rrin duke pirë kafe shtrirë, se kështu e thash një herë, edhe ai tani e shikon shtrirë gjën, e kupton? Dhe ai i thot arbitrit që dhe i këmbgul. Dhe arbitri e kthen se unë këtë problem kam, ore s'pash një përveç kësaj vajzës që arbitroi dje. Rustës, që për mua ajo i qëndroi vendimit vet ajo. I qëndroi, po për mua personalisht ajo ka bërë shumë mirë, se ai është një rast shumë i diskutueshëm. Nuk është penallti neto që asaj. Jo, ajo i ka qëndruar dhe unë e di pse. Ajo ka dy elemente që për mua s'është më. Para një topi është nga distancë e largët, por vjen nga një dy luftim dhe lojtari që i bie dorë është mbrapa dy luftimit. Dhe topi ka një me atë pamje që kemi parë që i duket sikur i bie njëherë në gjoks pastaj në dorë. Dhe ajo atë pamje ka. Dhe thret VAR-i dhe ajo i qëndroi. Për mua ka bërë mirë sepse ajo ka ndjesinë e fushës. Se nuk ka penallti. Pa rigbi që ka loja, po. Shkodranët e ka masakruar Rusën për atë. Ja fusin kot. Ja fusin kot. Nuk ka asnjë rast ai që kemi pa raste akoma shumë më. Ai është rast shumë i diskutueshëm.